Letëshëm. Komanda e doktrinës dhe servitjes organizon dhe drejton përgatitjen, trajnimin dhe kualifikimin e vazhdueshëm të personelit të FSK-s. Komanda e logjistikës. Parakalojnë pjesëtarët e komandës e logjistikës që në misionin e saj ofron qëndrueshmëri logjistike dhe mbështetje mjekësore për qëllimin e përmbushjes së misionit të FSK-s. Garda Kombëtare e Forcës Sigurisë Kosovës me njësitë e saj të specializuara kërkim shpëtim, deminim, materje të rrezikshme, qenjo dhe qendrë ndërkombëtare të trajnimit për kërkim shpëtim, drejton operacionet të mbështetjes ushtarake, autoriteteve civile dhe mbështetje në operacionet të mbrojtjes së vendit. Policia ushtarake në misionin e saj ofron shërbime policore dhe mbështetje ushtarake për komandat dhe njësitë e Forcës së Sigurisë Kosovës. Parakalojnë 3 kuadrate të komandës së forcave koksore të regjimentit të parë, të trajnuar dhe të përgatitur me standardet dhe doktrinat e NATO-s, të validuar dhe të gatshëm për misionin e shenjtë mbrojtjen e integritetit dhe sovranitetit të Republikës Kosovës. Në vazhdim parakalojnë 3 kuadrate të regjimentit të 2 të forcave toksore, të validuar me standardet më të larta dhe doktrinat e NATO-s, të gatshëm për të mbushur misionin e tyre fisnik, mbrojtjen e integritetit dhe sovranitetit të Republikës sonë. Në radhë janë dhe parakalojnë 3 kuadrate të regjimentit të 3 të forcave toksore, të validuar dhe të gatshëm për misionin e tyre fisnik, mbrojtjen e Kosovës.